Kiet parasysh mesazhi që kanë dhënë qytetarët e Republikës së Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit, dhe kushdo që mendon që nëse shkojnë në zgjedhje mund të ndryshojë diçka nga ky rezultat, mendoj që ka gabim. Mendoj që është shumë gabim që një javë para se të përmbyllet afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të dilet në përfundimin që kjo çështje është e mbyllur. Për faktin se është dashur që gjithë kjo javë që kemi pasur para vetes të shfrytëzohet në drejtim të arritjes së një konsensusi për të zgjedhur presidentin apo presidenten e vendit me mandat 5 vjeçar. Vendit nuk i duhen zgjedhjet e jashtëzakonshme në Republikën e Kosovës. Unë kam thënë edhe dje që situata aktuale po ngjason me situatën e vitit kaluar, ku edhe përkundër faktit që kishte takime, nuk kishte vullnet, as minimumi i vullnetit për të dalur nga ngërçja apo bllokada e krijuar në vitin e kaluar. Prandaj është e rëndësishme që palët të reflektojnë, të kiet parasysh mesazhi që kanë dhënë qytetarët e Republikës së Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit, dhe kushdo që mendon që nëse shkojnë në zgjedhje mund të ndryshojë diçka nga ky rezultat, mendoj që ka gabim. Për faktin se qytetarët e kanë dëshmuar që dinë të vlerësojnë situatat me të cilat përballemi dhe jemi përballur gjatë kësaj kohe, dhe dinë të ndëshkojnë këdo që nuk ka reflektim dhe këdo që me veprimet e tyre e dëmtojnë interesin qytetarët e Republikën e Kosovës. Unë e di që kemi shumë çështje për cilat kemi dallime. Ato janë ideologjike, konceptuale, programore, politika vititore. Por është e rëndësishme që të bëhemi bashkë, që ta zgjedhim presidentin apo presidenten. Unë sot e kësaj dite nuk e di se kush është emri i kandidatit të opozitës apo të PDK-s, të LDK-s për president. Nëse ju e dini më tregoni, por unë të paktën deri tani, as nga takimet që ka pasur kryeministri Kurti dhe as publikisht, nuk kam dëgjuar që këto dy subjekte politike kanë ndonjë emër për president. Le ta bëjnë atë. Le t'i propozojnë emrat e kandidatëve për president, pastaj i trajtojmë ato dhe flasim e vendosim për këtë. Por me mungesën e vullnetit në takime dhe me mos propozim të asnjë emri të ndonjë kandidati konsensual ose që nuk është pjesë e partive politike, mendoj që po e dëmtojnë Republikën e Kosovës, por nëse kështu kanë vendosur, atëherë ne s'kemi çka ju bëjmë. Unë ju dini shumë mirë që kur i kam dëgjuar që kanë thënë që nuk bën një subjekt politik të ketë 3 pozitat e larta, unë kam thënë që në qoftë se pozita e kryetarit kuvendit e shpëton që vendit mos shkojë në zgjedhje, atëherë le ta votojmë presidentin dhe unë do liqem nga kjo pozitë, sepse këtë unë e mbaj për momentin, por kjo s'është e imja. Prandaj nuk kam parë reflektim, nuk kam parë vullnet, por uroj që gjatë këtyre ditëve që i kemi para vetes të ketë një reflektim dhe të ketë një dakordim për çështjen e presidentit. Kurdo që do të ketë, natyrisht që kur do të ketë kërkesa për seancë, për vazhdimin e seancës për zgjedhjen e presidentit, unë do ta bëj atë.